Pas zgjedhjeve të 11 majit, Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka lënë pas lojrat politike dhe ka gjetur dakordsinë që me shumicë votash të kalojë rendin e ditës. Partia Socialdemokrate dhe Demokratike mbyllën bojkotin duke i dhënë dritën jeshile vendimeve, mes të cilave më rëndësishmja ishte dhënia të drejtës dhe caktimi i përgjegjësisë së menaxhimit, administrimit dhe mirëmbajtjes së plazheve publike, të menaxhueshme për shoqërinë aksionere në pronësi të Bashkisë Shkodër. Kjo pikë mori 28 vota pro dhe 13 kundër, ndërsa palët u ndanë në çndrime mbi mënyrën e menaxhimit plazhit të Velipojës nga bashkia. Ka për të kërku kohën e vetë dhe jo gjithë sipërfaqja aktualisht me atë që propozojmë ne do të trajtohet nga SHA-ja. Pjesa tjetër e sipërfaqes do të jenë publike pa pagesë. Po edhe tek ajo që pretendoni që është e menaxhuar, po atjetër do jenë shumë ekonomike dhe do kurse i pareve qytetarëve shkodran dhe atyre që vinë me bë turizëm në qytetin e Shkodrës dhe në Bregdetin e Velipojës. Nuk ka organigram të prume, ne nuk e dina. Plas ligjërisht se cila është organigrama e Biostrajc ose e Shkodrinonit veni një emën si doni. Nuk ka një plan biznesit të prum të ardhur në dorën e këshilltarëve. Dhe ne kena precedentin vitin që kaloi. Ne kena miratu skemen e plazheve këtu me kushte që ju të përmirësoni aksesin drejt plazheve publike dhe nuk e keni bë. Dhe ju më thoni që tashi duam të marrim dhe 40 milion lekë të tjera në mënyrë që të përmirësojmë administrimin e plazheve. Lekët e mia doni mi çu në fakt për të bë një investim për të bler çadra dhe shezllone, në mënyrë që një farë mënyrë të më taksoni mu. Nëpërmjet një menaxhimi të integruar, nëpërmjet një shoqënie tregtare me mundësi vetë financimit, mund të arrihet dhe një shërbim më i mirë. Ne po i ofrojmë publikut me një tarifë të përballueshme një shërbim të mirë, një herazi duke i bërë dhe konkurrencë privatit, jo të keqe, por për të rritë standardin e shërbimit. Unë nuk e kuptoj se si mund t'i besohen njësër shërbimesh një shoqëri aksionere e cila në vitin e parë të saj të ekzistencës ka dalë me humje. Dhe t'i shtohen edhe shërbime tjera, kjo është e palogjikshme në fakt. Dhe të flitet këtu për sukses, suksesi i kësaj shoqërie aksionere është madh. Ne këtu do t'jemi në fund të gushtit në fillim shtatorit. Performancën e kësaj shoqërie duke qenë se gjithë jemi njerëz që frekuentojmë plazhin e Velipojës do ta shohim. Ky është një lloj po quajnë eksperimentit që bën bashkia për të marrë përgjegjësi më shumë për cilësinë e shërbimit në plazhe. Ta shohim, t'i japim mundësinë dhe pastaj e diskutojmë në fund të gushtit në fillim shtatorit. Këtë e shikojmë pozitivisht që te çmimi në cilën është vendos, që është diçka simbolike dhe diçka e menaxhueshme edhe nga vetë qytetarët e Shkodrës, duke i ofruar edhe kushte, pasërti e tjerë, vetëm diçka që ngelet përmirësim e sipër është, siç tha zonja Liçeza, edhe përmirësimi i infrastrukturës për personat me opsi ndryshe. Do të përdoren 400 milion lekë të vjetra për blerjen e çadrave dhe shazlloneve për t'i vendosur ku? Në një hapësirë publike, i cili nuk është pronë e bashkisë, është pronë publike në administrim të bashkisë. Plazhi publik në asnjë rast dhe në asnjë mënyrë nuk mund të jetë me pagesë. Ju nuk na keni dhënë asnjë tarifë. Dhe kjo do metet në një diskrecion të SHA-s për të ashtu ndoshta më shumë se sa privati tarifën. Ky çmim është gjithmonë më poshtë se çmimi që jep privati. Atëherë në këtë rast ai bën që të jetë qytetari përfitues? Për çfarë periudhe do ta menaxhojnë bashkia këto plazhe, duke pa edhe vlerën e madhe që për një vit nuk arrin me dal me fitim, ndoshta. Sa plazhe do të jenë ndame me këto çadra që do të blehen, si plazhe, dhe është menu me pas vrojtues të licencum në këta plazhe. Për sa i përket numrit të plazheve, janë caktu 10 plazhe. Për momentin nuk është caktu vendi eksakt ku është. 350-400 lekë të reja, por nuk ka një çmim të miratuar normal.
Më pas këshilltarët kaluan një shtesë në buxhetin e vitit 2025, planin për parandalimin dhe shuarin e zjarreve në fondin pyjor kullosor, planin e përbashkët të menaxhimit të rrezikut nga zjarri, miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028, si dhe miratimin e memorandumit të bashkëpunimit mbështetje për zhvillim 2023-2024 projekti Bashki të Forta Bashkia Shkodër.